Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdon e veprimtarive të fondacionit të Kuranit në shërbim të Kuranit dhe për ta kuptuar më mirë fjalën e Allahut të madhruar, kemi vendosur të hapim një rubrikë të re të quajtur ajeti dhe kuptimi i tij. Në këtë rubrikë, inshallah, me ndihmën e Allahut të madhruar, do të paraqesim një ajet Kurani së bashku me kuptimin e tij, me mësimet e tij dhe mesazhet që përcjell ajeti i Kuranit. Në këtë mënyrë shpresojmë që të gjithë të përfitojmë nga fjala e Allahut të madhruar dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme. Do ta fillojmë këtë rubrikë me ajetin e 7 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Në këtë ajet të begat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhalladhina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. O ju që keni besuar, nëse e ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmojë dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ky ajet i begat na bën thirrje që të jemi të lidhur gjithmonë me Allahun fuqiplot, me krijuesin e gjithësisë, sepse ai është ndihmësi më i mirë. Ai është krijuesi ynë, ai është mbrojtësi ynë, ai është furnizuesi ynë. Në dorën e tij është gjithçka dhe ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Mirpo, ajeti na thot se ndihma e Allahut vjen me kusht. Në fillim, ajeti u drejtohet besimtarëve dhe u thot: O ju që keni besuar. Dhe nga kjo frazë e këtij ajeti kuptohet se Allahu është ndihmësi i besimtarëve të sinqertë dhe të devotshëm. Dhe gjithashtu kuptohet se besimtarët janë më parsorët që të jenë të mbështetur tek Allahu fuqiplot dhe të zbatojnë fjalën e tij, të zbatojnë shariatin e tij, pra legjislacionin e Allahut fuqiplot, i cili është më i përkryeri, më i miri, më i larti, sepse Allahu është i gjithditur për njeriu dhe e di se çfarë i sjell dëm dhe çfarë i sjell dobi. Dhe për këtë Allahu pra ka dërguar profet, ka zbritur libra dhe ka caktuar ligje dhe rregulla me qëllim që jeta e njeriut të jetë një jetë e qetë, e mbuluar me paqë, me vllazëri dhe lumturi. Më pas, ajeti thot: nëse e ndihmoni Allahun, do të thot nëse ndihmoni fenë e Allahut të madhruar, nëse ndihmoni profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, nëse ndihmoni shariatin e tij, shariatin e Allahut dhe mësimet e tij.
Pas kësaj, Allahu thot, ai do t'ju ndihmoj. Pra kusht është që o ju besimtar, nëse ndihmoni fenë e Allahut, të dërguarin e Allahut, legjislacionin e Allahut, duke e zbatuar atë në jetën tuaj, edhe Allahu do t'ju ndihmoj. Dhe realizimi i kësaj ndihme nga ana e Allahut arrihet pra nëpërmjet hedhjes së dritës së besimit dhe të devotshmërisë në zemrën e besimtarit nga ana e Allahut fuqiplot. Po ashtu arrihet nëpërmjet vendosmërisë në shpirt dhe të qetësisë e rehatësisë në mendime. Nga ana tjetër, Allahu pra dërgon engjujt për të ndihmuar besimtarët. Ashtu pra, siç ka vepruar në fillimet e Islamit, duke i ndihmuar besimtarët, pra edhe në betejën e Bedrit. Ndihma e Allahut përfshin trupin dhe shpirtin, nga brenda dhe nga jashtë. Sigurisht që rezultati i qëndrueshmërisë dhe i palekundshmërisë në rrugën e Allahut, në rrugën e mirësisë, në rrugën e paqes, është fitoria ndaj armikut të brendshëm të njeriu dhe të jashtëm. Të dashur vëllezër dhe motra, Allahu nuk ka nevojë për ndihmën tonë. Allahu është i plot fuqishëm. Ai është i vetë mjaftueshëm, është i pasur i absolut. Dhe çdo i pasur njerëzor është relativ. Në dorën e Allahut është furnizimi. Prandaj ai nuk ka nevojë për ndihmën tonë. Por, siç e thash pra, të ndihmosh Allahun, do të thotë të mbrosh fenë e tij, ta përhapësh të vërtetën, të zbatosh urdhrat e Allahut dhe të dërguarit e tij, të qëndrosh gjithmonë kundër padrejtësisë dhe kundër të keqes, sepse Allahu është e mira absolute. Allahu është i drejti absolut dhe urdhëron për drejtësi. Inna Allaha ya'muru bil 'adl. Allahu urdhëron për drejtësi. Allahu e kundërshton pa drejtësinë. Siç thotë në një hadith kutsi, o robët e mi, unë ja kam ndaluar vetes time pa drejtësinë, prandaj edhe ju mos bëni pa drejtësi. Pra, nëse njeriu angazhohet sinqerisht në rrugën e Allahut, e cila pra është rruga e paqes, e bekimit dhe e lumturisë në të dy jetët, atëherë Allahu e ndihmon atë në jetën e tij, i jep forcë shpirtërore dhe e bën të palëkundur përballë vështirësive. Pra in tansurullah yansurukum. Pra nëse e ndihmoni për Allahun, edhe ai do t'ju ndihmojë. Në ajetin 51 të surës Ghafir, Allahu i madhëruar thotë, sigurisht ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë dhe besimtarët në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Sipas këtij ajeti, Allahu garanton ndihmën dhe përkrahjen e tij për profetët dhe besimtarët e sinqertë, si në këtë botë, ashtu e pra në botën tjetër. Këndi mund të vijë në forma të ndryshme, vjen me fitore, me qëndrueshmëri apo me triumf moral, dhe në fund, në ditën e gjykimit, e vërteta do të dalë plotësisht në pah të besimtarëve, dhe ata do të nderohen para të gjithëve me xhenetin e premtuar nga Allahu. Pra, ky ajet është mbështetës, pra i ajeti 7
të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, për të cilën pra po flasim. Ajeti 7 pra në surën Muhammed na mëson se ndihma e Allahut nuk vjen pa përpjekje. Duhet sakrificë, përpjekje, përkushtim dhe sinqeritet. Gjithashtu, ky ajet na mëson se qëndrueshmëria, palëkundshmëria, pra është dhurat nga Allahu. Ajeti thot, do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Pra, nëse ju e ndihmoni fenë e Allahut, e ndihmoni të dërguarin e Allahut, e ndihmoni edhe shariatin e tij duke zbatuar në jetë, atëherë Allahu do t'ju ndihmojë dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja, do të jeni të palëkundur në rrugën pra Allahu në rrugën e mirësisë. Dhe kjo do të thotë do të qëndroni të fort në besim, në moral dhe në vendime të drejta. Kjo veçanërisht është e rëndësishme kur tundimet dhe presionet janë të mëdha. Në veçanërisht pra, ata tundimet e djallit, të egos, të dëshirave të shfrenuara. Në ajetin 30 të surës Fussilet, Allahu i madhruar, pra në mbështetje, përsërit ajetit 7, rreth qëndrueshmërisë dhe palëkundshmërisë. Allahu i madhruar thot, me vërtet ata që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndrojnë të vendosur, të palëkundur në rrugën e drejtë, do t'u zbresin engjujt para vdekjes e do t'u thonë, mos u friksoni dhe mos u pikloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Dhe ky xhenet i premtuar është për ata pra që e ndihmojnë Allahun, e ndihmojnë pra fenë e tij, e ndihmojnë profetin e tij, e ndihmojnë librin e tij, pra duke përhapur mësimet e Allahut, mësimet e profetit, mësimet e Kuranit, me qëllim që njerëzit të ndriçohen me dritën e tyre, sepse Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është drita që ndriçon mendjet e njerëzve. Kurani është drita që ndriçon shpirtrat e njerëzve. Në ajeti 7 për surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson se besimi nuk është vetëm fjalë, por besimi i vërtet provohet me vepra, me qëndrime. Në ajetin 119 të surës Taube, Allahu i madhur thot, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të drejtë në fjalë dhe në vepra. Nuk mjafton që besimi të jetë vetëm namaz, vetëm në agjerim, vetëm haxh. Besimi duhet të jetë sjellje, moral, bashkëpunim më të mirë, solidaritet. Ky është pra besimi i vërtet që kërkohet. Ajeti 7 në surën Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson se nëse e vendosim Allahun në qendër të jetës, ai do të kujdeset për ne, do të na hap rrugë aty ku nuk na e pret mendja dhe do të na jap forcë kur ndihemi të dobët. Për këtë, në ajetin 12 të surës Anfal, Allahu i madhuar thot, kujto Muhammed sallallahu alaihi wa alihi kur Zoti yt i frymzoi engjujt dhe u tha, unë jam me ju, prandaj forcojini ata që besojnë. Çfarë mrekullie pra. Ne vërtet jemi të shoqëruar nga dy engjëj gjatë gjithë jetës tonë, por Allahu fuqiplot i urdhëron engjëjt e tjerë që t'i forcojnë besimtarët në jetën e tyre
për të vazhduar të qetë rrugën e Allahut, dhe inshallah rrugën drejt xhennetit. Sot jetojmë në një kohë me shumë sprova morale, me presion për të përshtatur me të gabuarën dhe me dobësim të vlerave shpirtërore. Ky ajet, pra ajeti 7 në surën Muhammed sallallahu alaihi wa ali, na mëson të mos kemi frikë nga e vërteta, edhe nëse jemi vetëm në mbrojtjen e të drejtës dhe të drejtësisë. Asë dhe njëherë, gjithmonë të jemi me të drejtën, gjithmonë të themi të drejtën. Ajeti 7 në surën Muhammed sallallahu alaihi wa ali na mëson dhe na fton të qëndrojmë të palëkundur në besim, në moral të mirë dhe në rrugën e Allahut fuqiplot. Në një botë që ndryshon shpejt, le ta ruajmë besimin dhe moralin, të jemi me të vërtetën dhe të drejtën dhe të jemi kundër padrejtësisë dhe tiranisë. Të jemi me të shtypurit dhe jo pra me tiranët. Ajeti na mëson dhe na inkurajon se ndihma e Allahut nuk mungon kurrë. Ajo është e përhershme dhe i shoqëron besimtarët e devotshëm e të sinqertë. Edhe kur duket se padrejtësia po fiton, si të shohim sot, në këtë ditë që po jetojmë, dhe edhe pse duket që në realitet e vërteta është e dobët, Allahu i ndihmon besimtarët dhe i ndihmon ata që janë për krah të drejtës, për krah të vërtetës, dhe Allahu i ndihmon që të zhduket e pa drejta dhe të dominoj e vërteta. Si që thot në surën Isra, gja al-haqqu wa zahiqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Erdhi e vërteta dhe u zhduk e pa vërteta, sepse e pa vërteta është e pa qëndrueshme. Ajeti pa ta mëson dhe na bën thirrje për veprim. Prandaj të veprojmë për Allahun, se Allahu do të na forcoj dhe do të na ndihmoj në jetën tonë. Së fundmi, ndihma e Allahut nuk është thjesht një premtim, por një realitet i sigurt për ata që besojnë, për ata që durojnë dhe që ndrojnë të palëkundur në të vërtetën. Edhe kur sprovat duken të rënda dhe rruga e vështirë, besimtari nuk e humbet shpresën. Sepse ai e di se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, dhe se ndihma e Allahut është gjithmonë pranë. Prandaj, le ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun, le të mbështetemi tek ai në çdo gjendje dhe të mos harrojmë se fitoria e vërtet nuk është vetëm ajo e kësaj bote, por ajo që na pret në botën tjetër. Me besim, durim dhe sinqeritet, ndihma e Allahut është e pashmangshme. Në ajetin 160 të surës Ali Imran, Allahu i madhuruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nëse ju ndihmon Allahu, s'ka kusht ju mposht. E nëse ju lë pa ndihmë, kush është ai që do t'ju ndihmoj përveç tij? Pra vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Të dashur vëllezër dhe motra, Allahu ta ndriçoft jetën, mendjen, zemrën me dritën e Kuranit. Le të jemi të gjithë për atyre që e lexojnë Kuranin, e kuptojnë dhe e zbatojnë në jetën e përditshme. Nëse jemi me Kuranin, jemi me Allahun, sepse ai është fjala e Allahut. Nëse e zbatojmë Kuranin,
kemi zbatuar porosit dhe këshillat e Allahut dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të familjes së tij të pastër. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.